Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Vlogmas Day 10. Për këtë Vlogmas do bëjmë një haul, edhe si special guest nuk jam unë ose Anajsi, por është Esli, kushëria jon, që nuk do ta nxjerrë fytyrën. Gjithsesi, tani do të bëjmë një haul se çfarë kemi blerë në Kamës. Marrë këtë qesën plot, me plot dhe për plot për gjëra dhe do t'ju tregojmë të gjitha, por gjithsesi çfarë na kap dora para. Si fillim kemi marrë shumë gjëra. Si fillim është kjo fjongoja që ka këtë printin me Christmas, që e ka marrë Esli. Ja ta lëm këtu. Pastaj kemi marrë këto dy rafët. Është një kështu për Merry Christmas, edhe kjo. Është një e kuqe, është edhe kjo tjetra pa të shkruar e bardhë. Është edhe kjo tjetra që është thjesht kështu me dy qershiza. Për kapë. Lër. Këtë fjongon e mora ti? Po, këtë fjongon e mora unë. Këtë Anajsi? Po. Këtë kështu. Këtë unë? Po. Pastaj kemi marrë edhe këto lastigje që na duhen për herë, që priti numërojmë sa janë? Alright. 3, 4, 13 sot, edhe hapen goxha. Po. Këta? Pastaj ka marrë unë kërë bërzylyku. Edhe unë e mora, po e vënosa këtë dora. Po, unë e marrë kështu të bardhë. Kemi da të tërgunu. Kemi këtë kapsën. Nuk shikojnë asë qofë. Është kjo kapsa kështu, se ti bëdazoll, që është shumë e madhe, dhe është ideale për flokët e mia, se është shumë e madhe. Se si, çfarë janë këto? Janë këto vaskat. Janë këto vëthët me bows, janë kështu dhe ishin shumë të bukura. Kurse unë mora këto janë kështu për plazh më shumë. Po. Dhe në fund fare, Është kjo kapsja. morëm këtë kapsën tjetër, që këtë e morë ti, Po. se di se I bëm këtu lëmsh, edhe këtë kapsën e mori Esli, edhe këto ishin gjërat tona. Ti numëroj? Sa gjëra ti marrë? Sa gjëra nga secila? Kështu fjongo, bows, kemi marrë 1, 2, 3, 4 fjongo. Sa ishte një secila? Se di. Çnira ndryshme. Po. Pastaj kemi marrë 1, 2, 3 raf. Këtë më shumë e morëm kështu për Anajsin, po këtë e morëm për Christmas edhe këtë tjetër. Më bën ai video. Po, kështu që ta kemi. Pastaj morëm edhe këto dy vathur. Po, që atë treguam. Po. Vaskat. Janë edhe këto dy kapsat, që ishte shumë e bukur, ishte si tip me këtë printin e Louis Vuittonit, po gjithsesi, më shumë ishte se si ti kapte vlog. Ishte edhe kjo tjetra, edhe kjo ishte shumë e bukur. Kishte këtë flutrën, e veçantë është, jo se s'është e veçantë. Pastaj edhe këtë bërzelykun, që më shumë unë këtë e mora kështu se do ta merrja si një lloj, po Këto vaset janë të mjatë. po. Unë do ta merrja si po nga që kisha edhe Pandorën Silver edhe e mora që të shkonte me Pandora më shumë, po gjithsesi. Kurse unë kam varsen edhe vathët gold edhe për ne mora. Po. Edhe këto lastikë që si që a treguam. Edhe tani, ky është edhe hauli jon. Duket se kemi pas marrë pak më shumë gjëra. Se ti shoh ke qesja. Po, prit një sekond se kemi pas marrë më shumë gjëra, po I kemi hallakatur në shtëpi dhe derisa ti gjejmë do prisni një sekond. Gjetëm edhe gjërat e tjera, guys, sepse I kishim lënë për qese dhe mezi I gjetëm. Vazhdojmë nga gjërat Anajsi që kishe bler. Është ky lapsi bardh. Që ka marrë këtë lapsin kështu bardh. Këtë juicy bomb. Tregoja. Sapët. Ja, këtë juicy bomb. Halo pak, pak janë. Angel pastaj, që ka e shumë mirë. Ka marrë pastaj edhe këtë lip glossin me super duper shumë xixa. Vazhdo ti? Mora këto syzet. Kështu. Këtë çantën. Edhe këta po këto do ta nezim më vonë. Po, do ta provojmë. Po. Pastaj unë mora këtë setting kështu për mesazh.
Mora këtë body philosophy që është kremi edhe parfumi bashk. Mora këtë kuletën e vogël. Shikoni sa e bukur që është. Edhe kashmorën, po tani do t'ja dëgjoj mirë tyre se çfarë kishe? Gjëra. Okej. Okej, është duket kështu paketimi. Aromën e kanë shumë mirë, ta kishit dëgjuar do di që shumë mirë, po shumë i mirë. Parfumi pak të mirë. Krem pak. Do t'i kë? Ja. Okej. Unë. Okej. Po përqesh kjo? Mirë kjo. Po përqesh kjo? Për duhet pra? Është ky kremi që ti hidrato ka duart edhe ti bë ka shumë mirë, pastaj është edhe ky parfumi tjetër. E tregova. Edhe ky Me pas atë ke shkëlqysin, atë që se hapi dhe najsi. po. Tjetërin në najsi. Edhe ky paska e shumë të mirë, ti vendosim këtu. Tani do mundohem të hapim atë shkëlqysin në anajsi. Dhe pak. Okej, tregoje çfarë e ka. Edhe ky e të mirë ka. Edhe besoj që shihet mirë. Edhe ky. Si do tapen? Edhe çanta që kemi marrë. Edhe çanta kishte goxha, ishte e vogël, ka edhe këtë litarin. Kjo më duket se kishte diçka brenda. Po. Po. Në kështu si varësi. Po, kishe këtë me vendosur, me vargjorat e tjera si tip keychain. Shumë bukur do më Ose me e vara atë për shembull me një çantë të madhe. Po. Ja, me vendosur kështu. Tuk, me vendosur. Një sekund. Pra. Okej, ky lidhja që ishte kjo, vendoset edhe kështu. Edhe kjo çanta kishte ball storage, që qendra hapur, që mund të nxej. Telefoni nuk e nxej, po gjithsesi. Prap shumë bukur. Tash hajt provojmë këtë. Po tani do provojmë këtë gjën. Ta provojmë? Po. Të prit ta hapim një herë ti bëjmë Po. unboxing. Si duket. Zaka. Të hyjmë. Kështu duket që ka këtë gjën që ka dritën. Ka edhe globin. Ky globi mos gaboj është me i got. Po. Po, Ka how kajkusi. pretty this looks. Po, ka edhe kajkusin e vet. Edhe kjo vendoset kështu. Prit një sekund. Kjo vendoset kështu. Për ta rregullojmë edhe t'ja Okej, po ta rregullojmë dhe t'ja tregojmë. Kështu duket. Edhe globi. Edhe kjo kishte shumë dritë. Shikojeni. Si dritë dhome, si dritë gjumi dhe ishte shumë e bukur. Ja si duket edhe nga sipër, shumë bukur duket. So guys, edhe kësaj video erdhi fundi, mos harroni bëni një like, subscribe, share, comment dhe bashkëpunimi në Vlogmas Day 11. Bye bye!